Drita Millaku, Sali Zyba dhe fitore Pacolli Dalipi. Merë vendim, ndaj pandehurit Zërat Shpreh Saganda duhet besohet. Të pandehurit, Drita Millaku, Sali Zyba dhe fitore Pacolli Dalipi me datën 21 mars 2018, rreth orës 12:10 deri në orën 15:40 në Prishtinë, saktësisht në sallën e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Fillimisht i pandehuri Gjelas Feshla, deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, por edhe 2 herë tjera edhe më pastaj edhe të pandehurit, Drita Millaku, Sali Zyba, fitore Pacolli Dalipi, deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, kanë përdorur armë, mjete plasëse në shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë, ashtu që kanë ndezur disa bombola të gazit lëcjelës, të cilat i kishin hedhur brenda sallës së seancës plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, në atë mënyrë që e kanë pamundësuar vazhdimin e seancës së Kuvendit, ku si rrjedhoi të gjithë deputetët ishin detyruar të lirojnë sallën e Kuvendit. Në këtë procedurë po ki drejt të deklaru, më mbrojt heshtje, po përgjith gjitha pyetjes, s'ki obligim e veçu vetë-vetën, mbrojtjen heshtje në kuptojnë që se pranën i fejtësi, kurse pranimi i fejtësisë është nga lecuese për juve. A i kuptu drejt të zonë. Do më deklaru apo jo? Do të mbrojnë heshtjen. Po keni drejt më komuniku me avokatin të projt, ndërsa pranimi i fejtësisë është nga lecuese për juve. Do më deklaru apo jo? Do të deklarohem, sepse duke konsideruar paraprakisht që ngrita që në mos komunikim të duhur në avokati me gjykatën, konsideroj që është edhe domosdoshmë përvojtja vetanake. Që është vetanake? Vetë. E një vetë fajtor apo jo? Duke një vetë. Po. Ndërsa që atë një paqartë më në komunikohet me avokatin tuaj, ndërsa pranimi fejtësisë është lecuese për juve. Fillimisht do më deklaru apo jo? Deklaruam që nuk ndjem fajtor. Faleminderit shumë,